Gjunoi më i madh dhe më i urrëtur tek Allahu Azza wa Jalla është ngrënia e mallit të qerve me padrejtësi. Që Allahu Azza wa Jalla këtyre që përpiqen që të hanë gjerësën e qerve, Allahu ju ka shpall luftë. Ka thonë se Allahu Azza wa Jalla di apo 3 luftra i ka shpall të hapura. Luftën e parë Allahu i ka shpall luftë jo besimtare. Dhe ato sa do të qoftë që të arrijnë arën bërthamore në këto arë, s'kan mundësi të triumfojnë se kanë hinë luftë me Allah. Kjo është punë e kripë. Pa Allah ka hikmet edhe urtësi kur ta banon këtë çështje. Luftën e ditë që Allahu Azza wa Jalla ka publikuar në Kur'an, Allahu i ka shpall luftë kamatgjive, kreditgjive, interesgjive, fajdegjive. Pra dhe të ndërsh. Me morë kredi, apo me dhonë kredi, apo me ndërmjetësu për kredi, apo për dëshmu për kredi, apo me dhonë dishka garanci për kredi, gjithë këta janë të mallkuar në përmes gjuhës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe njeri ka hinë luftë me Allahun dhe pejgamberin Allahut. Nuk dua tash të flas dhe të nënvlerësoj ata që kanë një kredi, po duhet t'i vetisoj se ju nuk keni nevojë për hoxh. Ju keni nevojë për informacion. Ju keni nevojë për këshill. Pra thonë të pejgamberi Allahut, dini Allahut është nasihat. Ai që nuk ka nasihat, nuk ka din. Ai që nuk den Arafat, s'ka hax. E si ka mundësi njonin kafen atë ditë edhe të ketë din, është e pëmundur. Si ka mundësi njoni që mos të ndëgjon këshillat e Allahut dhe pejgamberit Allahut edhe të ketë din edhe qeti fort, s'ka mundësi. Për atinve nuk i nuhet të të hoqë për t'i frimë. Pa ai duhet të vetisohet se atë ditë që e ka nënshkru kredin, atë ditë ka hinë luftë me Allahun dhe pejgamberin. Me Allahun ka hinë direkt në dunjon dhe në ahiret. Me pejgamberin Allahut është distancu dhe ka i qdorë për ati. Se pejgamberi Allahut nuk lutet për atë që e mallkon. A pejgamberi Allahut e ka mallku ai që jep kredi dhe ai që merr kredi. Ai që ndërmjetëson dhe ai që dëshmon. Pra dhe ti kontabilist që të rregullon dokumentet, dhe ti e i mallkuar. Dhe ti e në lutë me Allahun dhe pejgamberin Allahut. Pse a bashkë po mendoni se kena unë që këtu në karrik në me apo qefin dikujtu? Kamot të vëllezër të ndërsh. Ne që vejtëm kredia se kanë zbut kamotën. Kanë zbut atë shumë, e kanë bon elastike të dashur, mi thojnë interes. Të dhe sigur ti ku me ditë sa interesin e madhe ke. Për atë Allahu Azza wa Jall ka zbrit ajetën Kur'ani Kerim dhe hadithet pejgamberit Allahut, të cilët ajete dhe hadithe si qëtot me një ajet Ebu Hanifi rahimullah, ajeti maj frikshëm në Kur'an që kam lexu thot është kjo ajet. Ajeti ma të rënditës Ebu Hanifi në ngojnë ato që pretendojnë se e dojnë Ebu Hanifi, e të nëgjojnë Hanefit bashkohor që thot Ebu Hanifi, ajeti ma të rënditës në Kur'an që kam lexu, që ma ka të rëndit zemrën është kjo ajet, që thot Allahu Azza wa Jall, ja ju ledhina amenu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa. O ju që keni besu, mos e hani kamotën duke pretendu se shumë fishohet. Wattaqullah, keni frikë Allahun se jeni musliman. La'allakum tuflihun, nëse doni të shpëtoni. Tha, keni
frikë zjarmi të xhenemi që Allah i ka përgatit për jo besimtar. E bani kjo që thotë, në vetëmin ajet në Kur'an që Allah ju ka drejtu besimtarëve, ja ju ledhine amenu, o ju musliman, dhe ajetin e përfundon thotë, nëse nuk i tutni Allahut dhe e minni kamatën, jo që keni me hinë zjarmin e muslimanve gjunaqar, po keni me hinë zjarmin e jo muslimanve që kanë dekën si jo musliman. Të të me jetë që Allah i kërcënon muslimant me i fundos në zjarë të xhenem liv. Për atë të regun të Muhammed Hasan, tharë një gjallosh dhe e pash duke qaj dhe i mërzitur, dhe më thotë, hoxha Fenia, ke mundësi me bo doa për më këndem. Ta pse, tha se pak para disa qaste e ndroje, tash Allah e më shiroft. A më tha s'ka ndru në jetë të ngjengje të mirë. Ta si e në kontonejnë ta, ja kanë gjitë lukëti. Ja ka gjitë lukëti dhe ka shku, tha në banjo që të vjelë. Dhe ka fillu tha të vjelë. Duke vjelë, tha pastaj në ka po me dojtë dilë një jashtë të lem një pak krahat. Tha ullë gujzë dhe parasholës. Ta e pastaj duke ullë gokën e duke o dopsu, tha, pas disa qasteve, tha, e kena një përtic me të smadhe që na ka trondit keq shpijen, kur kena vrapu, tha, e kemi gjetë kokën e ti mrejnë në sholë. E shek Muhammed Hasan e ka të regu, tha, i thashat i gjallit, a ke mundësi, tha, babajot, thash, që i ka pas punë? Shka ka bon babajot njëtën e vetë? Ta mos më ngushto, tha, shko vete në nëntonë, thuj, hoxha po thot, pash Allahun të regon se burri vet a din diçka që ka bon tragjik. Ta erdhe gjalli. Kur erdhe gjalli, tha, më tha, baba em, tha, si shte konë namazli e regull. Ta unë e di, tha, për se pe e mere Allah ka thonë se dallimi mes muslimonit dhe muslimonit është lonje namazit, a mos thash, sa kjo, nuk është kjo. Ta shkote në jote, thuj, hoxha, po thot, pash Allah më tregot diçka qetër që ka pas. Se namazliu e ka gjendjen kritike, shumë keq, ama diçka dha, ma shumë e ka kike gjendje me vdek, me kokën shole, tha ja, ki ka bon diçka. Ta dhe i thot, pasi nuk i vetë për Allah, tha për galtoj se baba juaj, tha, ka punu me kamot. Tha, kjo është, tha, se je ka ngron, tha, gjerësën muslimanve, Allahu para se me qu në khiret, e ka bon që ta ngroje mbetorinët e barku që i ka qitë në atë vend, në qolë. Pse ke ngronë kamot? Pse ke dhënë kamot? E të ngi barkit tanë, po? Allahu Azza wa Jalla ta ka bon që betorinët të cilët i kanë ngronë nga gjersa e muslimanve, qerve, hallegjive, Allahu Azza wa Jalla ka që i bret me të regu se je duke e bo një punë që je për që këtë barkun tanë, diku je duke e të shmeru dhe duke e nëzin jetën.